djalë jetim, babai i tij kishte vdekur kur ai ishte 2 vjeçar. Nëna e tij, sipas traditave dhe zakoneve të vjetra, me qëllim që të mos lër djalin jetim, kishte pranuar të martohej për kunatin, i cili u kujdes për të arritur regjën. Pastaj e fejoi dhe vendosi që ta martoi me dasmën dhe krushi, sipas zakoneve dhe traditave shqiptare të rrethit. Ditën e dasmës së regjës, xhaxhait të tij i kishte hipur në kokë një mërzi e madhe, nga se e dinte se regja, pasi të martohej do të ndahej prej tij dhe do t'ia merrte gjysmën e pasurisë që do të i takonte si trashëgimi nga babai. Kjo vesvese e shtyri atë që ta vrasë regjën në ditën e dasmës së tij. Ai e mashtron regjën dhe e çon tek stalla e kuajve të dasmorëve, kishe për t'i ushqyer kuajt dhe atje e vret timëzisht, duke lënë të vdekur në grasht të kalit. Dasmorëve u dha lajmin duke u thënë se njëri prej kuajve e kishte qelluar regjën me shelm